Tomas Trakosha ka folur për ndeshjes së Shqipërisë me Poloninë që do të vendosë se cila prej skuadrave shkon në finalen e play-offit për botrorin. Ky takim do të nisë prej orës 20:45. Në intervistën me FIFA, Trakosha u shpreh se asnjëherë nuk ka menduar të luajë për një përfaqësuese tjetër. Kujtojmë se portieri kombëtarës lindi në Afi ndërsa mbajti veshur vetëm fanellën kuqeziqë nga ekipet e moshave. Kjo gjysmëfinale kundër Polonisë mund të jetë hapi i parë drejt përmbushjes së ëndrrës suaj. Çfarë po ju kalon në përmendje tani? Të them të drejtën, isha në humor edhe para se të fillonte kjo ndeshje. Nuk është vetëm një gjysmëfinale për ne, është një finale, është një ndeshje e madhe pasi kemi mundësinë të bëjmë histori për Shqipërinë dhe kombin në tërësi, të luajmë për vendin tonë në një kupë bote, veçanërisht në Amerikë ku jetojnë kaq shumë shqiptar, do të ishte një ëndër jo vetëm për mua, por për të gjithë të përfshirët. Midis Polonisë, Suedisë dhe Ukrainës, ju jeni e vetmja skuadër në rrugën tuaj që nuk ka marrë pjesë kurrë më parë në një kupë bote. A do ta bëjë më të lehtë mendërisht për ju hyrja si të dobët? Të jemi sinqert, po, ne jemi jo favoritë dhe historia vërteton këtë, por ne besojmë se kemi atë që duhet. Nuk është rastësi që kemi arritur deri këtu. Ne meritojmë të jemi këtu. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se Polonia në krahasim renditet më lart në renditje se ne, por premton të jetë një ndeshje konkurruese. Për sa na përket neve është një finale ashtu siç është edhe për ta. Polonia krenohet me një sulmues cilësor si Robert Lewandowski dhe një skuadër plot talent. Si planifikoni të vini një pengesë atyre? Ata janë një nga ekipet më të organizuara që kanë përballur vitet e fundit. Ata kanë lojtarë të cilësisë së lartë. Lewandowski është emri i parë që më vjen tërmend dhe Piotr Zielinski gjithashtu, të cilin e pëlqej shumë. Sipas mendimit tim, ata janë një nga ekipet më të mira kombëtare të nivelit të dytë, jo shumë larg ekipeve kryesore si Franca, Italia dhe Spanja. Jemi me fat që kemi një sulmues me potencial të madh si Armando Broja. Nëse ai arrin të marrë kohë të rregullt loje, rreth 30-40 ndeshje në sezon, ai mund të bëjë një kërcim në nivelin tjetër. Ne kemi vërtet nevojë për lojtarë të kalibrit të tij, të cilët mund ta kthejnë një ndeshje në favor. Fushata juaj në Euro 2024 tregoi se mund të rezistoni kujto. Çfarë keni mësuar nga ajo përvojë? Isha shumë i lumtur që pata mundësinë të luaja kundër skuadrave kaq të forta. Doja të shija se ku ishim. Mendonim se do të ishim jashtë fuqisë son, por në fund dha maksimumin. Mund të kishim rrëmbyer lehtësisht një fitore kundër Kroacisë. Ishte një përvojë mrekullueshme, me atmosferat më emocionuese që kam përjetuar ndonjëherë në karrierën time. Silvinho ka qenë në krye të ekipit që nga viti 2023. Si do t'i përmbledhnit pikat e tij kryesore të forta dhe në cilat fusha jeni përmirësuar si ekip? Ai na ka mësuar të besojmë më shumë në vetvete ndërkohë që i mbajmë këmbët në tokë. E dim që mund të kishim bërë më mirë në disa ndeshje, por ai na dha shumë besim dhe na dha një shtysë të vërtet përpara kualifikueseve të Kupës së Botës. Kemi bërë hapa të mëdhenj që kur ai ka qenë në krye, ai ka sjellë skuadrës stabilitet të vërtet. Nuk kalon shumë kohë së bashku me ekipin kombëtar gjatë vitit, kështu që është thelbësore të kesh një themel të fortë. Këto ditë ne jemi një njësi më e lidhur dhe e dim se çfarë jemi të aftë të bëjmë. Si shumë nga shokët e tu të ekipit edhe ti ke lindur jashtë vendit, a mund të shpjegosh se çfarë do të thotë të përfaqësosh vendin tënd? Është një burim i madh krenarie. Ne u rritëm duke respektuar dhe dashuruar rrënjët dhe trashëgimin ton, edhe nëse e lindur ose rritur jashtë vendit, prap ndjen një lidhje të fortë. Është një nder i vërtet të luash për Shqipërinë. Nuk kam pasur kurrë dyshime, edhe pse mund të kisha luajtur për Greqinë. Prindrit e mi më kanë mësuar gjithmonë të respektoj të gjithë, por edhe të kem një dashuri të thellë për vendin tim. Jam mirënjohës ndaj Shqipërisë për përvojat që më ka dhënë dhe nuk më ka shkuar kurrë ndërmend të luaj për dikë tjetër. A mund të imagjinoni skenat në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë nëse arrini në Kupën e Botës? Nuk mund të filloj as ta imagjinoj se si do të ishte. Kampionati evropian ishte i mrekullueshëm, por një kupë bote, veçanërisht në Amerikë, do të ishte diçka tjetër, do të ishte një festë për shqiptarët në të gjithë botën. As nuk dua ta mendoj ende as fazën e grupeve. Tani për tani duhet të përqendrohemi në ndeshjen tonë kundër Polonisë.